Berati po përjeton një ndër periudhat më të mira për sa i përket turizmit, që prej antarësimit në UNESCO, vizitorë të shumtë nga vende të ndryshme të botës kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin e një mbi një dritareve, për të parë dhe prekur nga afër bukuritë dhe arkitekturën fantastike që ofron ky qytet. Gorica, Mangalemi, Kalaja apo muzeu i famshëm i Onufrit të Madh kanë bërë jahon në mediat ndërkombëtare për historitë që përcjellin tek vizitorët, por nuk mjafton me kaq. Berati meriton më shumë dhe me sa duket viti 2023 ka shënuar një rekord për këtë qytet. Mbi 650.000 turistë vizituan atraksionet turistike të Beratit, ndërsa ndodhemi në stinën e dimrit ende vijojnë të vërshojnë nëpër rrugët e kallëdrëmta të lagjeve muzeale, grupe të ndryshme turistësh duke kthyer turizmin në Berat tashmë jo vetëm stinor, por përgjatë gjithë vitit. Me 10 biznese të reja u hapën kryesisht në fushën e shërbimit si hotele, bujtina dhe restorante, dhe tashmë vetëm në platformën booking.com përgjatë sezonit që sapo lan pas, u regjistruan mbi 78 biznese të reja, duke i dhënë një frymarrje të madhe ekonomisë vendase, fal vizionit dhe idesë së tij se si mund të krijohet një turizëm elitar. Kryetari i bashkisë zoti Ervin Demo ka arritur të thith një numër rekord projektesh. Rreth 16 të tilla janë duke u zbatuar aktualisht në Berat, duke ndryshuar tërësisht imazhin e këtij qyteti që tashmë mund të themi me plot gojën që nuk mund të quhet më një xhep, por mund të krenohemi me numrin e turistëve, me atraksionet që i ofrojmë vizitorëve, me bujtinat e hapura, restorantet ndërmocilësorët dhe me ushqimin e shijshëm që shërbehet, ndërsa nuk kanë munguar dhe aktivitetet të cilët kanë sjellë për herë një atmosferë festive në Berat. Maratona e Beratit, festa e qershisë, festa e ullirit dhe shumë aktivitete të tjera të organizuara nga Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve i ka dhënë tjetër impakt qytetit. Ndërsa tashmë edhe pse jemi ende në muajin nëntor dhe në pedonalen e qytetit po vendosen zbukurimet për festat e fundvitit, ndërsa janë vendosur në funksionim shtëpizat prej druri, të cilët kanë gërshetuar nin vendase me turistët dhe ku shumë biznese kanë zgjedhur të ofrojnë produktet e tyre qytetarëve që zgjedhin qendrën e qytetit për të kaluar një pasdite të bukur, kur nuk mungojnë as eventet si koncerte me këngëtar të ndryshëm apo transmetimi i ndeshjes së kombëtares në Wallin e Madh të vendosur në qendër të skenës. Berati, qyteti ikonik shqiptar, dita ditës po kthehet në flamurtarin e turizmit elitar, e siç e pohojnë edhe vetë turistët, është qyteti që të ofron gjithçka, që nga turizmi kulturor, arkitektura otomane, ushqimi tradicional, ndërsa për ata turistë që janë të apasionuar pas sporteve të adrenalinës, rafting në kanionet e Ostumit apo hiking në malin e Tomorit janë zgjedhja ideale për të kaluar pushime të cilët mbahen mend.